Nëpër rrugët e Tiranës qarkullojnë pothuajse të gjitha modelet e makinave, të shtrenjta, variante ekonomike, prodhime të vendeve shumë larg Europës, e megjithatë, dashuria e shqiptarëve për makinat duket se po ecën drejt kufive të rinj. Do të njihemi sot me Kastriotin. Dhurata e fundit që ka marrë është kjo makinë luksoze, por ai nuk ndihet plotësisht i kënaqur dhe i apasionuar me mjetin e tij. Tashmë duket se e ka gjetur dhe ilaçin e kësaj dashurie. Elvisi, i frymëzuar nga prodhimet televizive amerikane, ka ndjekësit e tij të personalizuesve të makinave. Të vën kam një 2 muaj. Pse ndodh ashtu kur ke vetëm kaq pak kohë që ke marrë? Sepse do doja të kisha diçka të veçantë, sepse kjo makinë është e veçantë, domethënë, por doja që ti të kisha gjurmën time te kjo makinë dhe do doja ta ndryshoja makinën nga brenda. Edhe pse në qarkullim nëpër Shqipëri gjenden modele që në vendet prodhuese mund të jenë ëndër apo të sapodala nga fabrika, as kjo nuk duket se i kënaq më dëshirat tona. Sot Kastrioti ka vendosur që makina e tij të jetë vërtet e tij. Po them që ta vesh domethënë me një lëkurë të kuqe nga brenda, me diçka me një nuancë ngjyrë të zezë domethënë. Këto ngjyra domethënë ishte e kuqja më pëlqen vetë domethënë si person, por edhe tapicieri tha që i shkon shumë e kuqja, me që jashtë është e bardhë. Elvisi ka ndryshuar pothuajse tërësisht profilin e tij të punës dhe tashmë e ka kthyer pasionin në një profesion. Sepse këtë profil mora si zanat kur isha në emigrim dhe them sepse këtu ka pas edhe më pak mangësi. Ndërkohë që fillon puna me këtë makinë, të duket sikur tapiceria e këtij modeli simpatik do të dëmtohet, por nuk mendon kështu Elvisi. Cilësia e qepjeve, ke veçantia e ngjyrave, ke kombinimet që mund bëhen brenda makinë. Ndryshe nga çdo lloj shërbimi tjetër, duket se shndërrimi i makinave varet nga marrëdhënia që krijohet mes poseduesit dhe transformuesit. Zakonisht ka dhe klientë që vinë me ide të shmendur, duke parë në internet fotografi të ndryshme, po edhe konsultohen shpesh. Ata që nuk janë të sigurt për atë që duan të bëjnë për shembull, konsultohen shpesh. Tashmë puna ka filluar dhe ja se çfarë do ta gjej makinën e Kastriotit mirëfilli. Komplet tapiceri brenda, ndryshimet duke filluar nga lart pjesa e tavanit dhe sedilet. Do bëj kombinim të zezë me të kuqe, sepse makina është e bardhë jashtë dhe shkon shumë. Ngjyrat kombinohen shumë me të bardhë. Duke tërhequr çik më shumë vëmendje ngjyra kuqe brenda. Aty është e gjithë çështja. Po. Jemi duke folur për tendenca të vërteta mode dhe jo vetëm ndryshime të pandijeshme tek një makinë. Nga një veshje për mbulim, po kalojmë tek pasarelat. Në përgjithësi dhe në kërkesë është lëkura. Pastaj janë kamosh që përdoret shumë nëpër makinat moderne dhe të fundit. Dhe ngjyrat janë të hapura. Rikthehemi ditë më pas për të kontrolluar makinën dhe ndryshimet që ajo po pëson dhe mes një ndryshimi dhe një tjetri, zbulojmë pikat e dobta të pasioneve të Elvisit. Një nga punimet që më pëlqen më shumë është një Porsche që është transformuar si e jashtë si brenda, edhe ajo është puna më e mirë që kam bërë deri tani, që më ka pëlqyer dhe më. Tashmë ky nuk është më një rast i izoluar, por një tendencë e hedhshme, sidomos mes të rinjve dhe atyre më pak të tillë. Po, faktikisht unë po e ndjej këto vitet e fundit ka filluar shumë ka kërkesa për shndrime jo vetëm brenda, që mund ngjoj edhe kolegët e mi që punojnë me lyrje nga jashtë. Ka shumë kërkesa për ndryshim, për personalizim të mjetit. Por sigurisht që është dhe ana tjetër e medaljes. Perceptimi i përgjithshëm deri kohët e fundit sa i takon vanitetit ka qëndruar pikërisht tek vlera monetare e automjetit. E megjithatë, duket se konkurenca për mjetet që arrin në 10 miliona lekë është ta shpërsuar. Unë nuk e shikoj shumë vlera e mjetit sa më shtrenjtë, por më të veçantë. Ka më shumë kërkesë një mjeti sa më të veçantë, jashtë prodhimit serisë që mund të jenë makinat. Pas një jave Kastrioti rikthehet i emocionuar për të parë dhe marrë makinën e tij, të cilën e la shumë të bukur dhe e gjen shumë mirë, shumë tepër i kënaqur dhe mbi të gjitha shumë i mahnitur kur pash për herë të parë makinën. Jo vetëm, akoma më shumë, më mirë se që i përfitëroj. Makina e tij është transformuar tërësisht në tapiceri.
Djaloshi duket se ka menduar më shumë se për makinën, për atë se çfarë do të bëjë me njëherë pasi të largohet nga punishtja. Po, ratë parë do bëj një xhiro Durrës për qefin tim, që të më shohim gjithë me këtë punim shumë bukur. Por, më i gëzuar se ai që e blen një pikturë është sigurisht autori. Pak i lodhur nga punimet, por i kënaqur së përfundim. Faktikisht nuk patëm shumë probleme me këtë makinë, është se varet, ka dhe makina që nuk na hecin çdo gjë siç duhet, por me këtë nuk patëm probleme, ishte shumë mirë. Parat mund ta blejnë një makinë, por me pak shije mund të bëhen mrekulliera.